në historinë politike të Kosovës, pas datës së 17 shkurtit, shpalljes së pavarësisë, nuk ka datë më të ndryshme apo moment më të rëndësishëm historik se sa konferenca Rambujës dhe intervenimi i NATO-s. Fakt, kjo ngjarje është realizimi i ëndrrës shekullore të popullit të Kosovës, realizimi i doktrinës së presidentit Ibrahim Rugova, i cili jetoi dhe punoi për ditën e pavarësisë dhe i cili kishte ëndër që të mbahet një konferencë ndërkombëtare ku do të vendosej për pavarësinë e Kosovës. Ishte një rezultat i drejtë për drejtë i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i drejtorisë politike, që diti ta udhëheqë Kosovën dhe ta shndrojë në një çështje ndërkombëtare. Kjo konferencë është fitore politike dhe diplomatike e shqiptarëve të Kosovës. Është fitore politike sepse shqiptarët e mundën Serbinë, duke pranuar një marrëveshje jo perfekte, por duke hapur rrugën që Kosova fillimisht të shlirohet, pastaj të pavarësohet dhe tërë ky proces të bëhet me një mbështetje ndërkombëtare. Pra, në këtë konferencë, shqiptarët si klasë politike, si leadership, u bashkuan, një bashkim që po na mungon tash. 10 kapituj ku shtjellohet materia kryesore, rezumeja në 2 gjumë dhe mbyllet me regjistrin e literaturës dhe burimeve historike që autori ka shfrytzuar. Objekti i studimit të kësaj vepre është konferenca Rambujës që paraqet ngjarjen e parë historike në cilën bashkësia ndërkombëtare përmes grupit kontaktit vendosi që të gjejë një zgjidhje për statusin e Kosovës. Konferenca Rambujës ishte rasti i parë kur shqiptarët e Kosovës ishin thirrur në një konferencë ndërkombëtare për të vendosur për fatin e tyre. Në aspektin shkencor, autori Bajrami këtë temë shumë të rëndësishme në këtë libër e prezanton në 512 faqe, të cilën e ka sistemuar në 11 kapituj. Në këta 11 kapituj, autori prezanton ngjarjet historike që i paraprin konferencës së Rambujës, veçmas e prezanton rezistencën aktive pasore gjatë viteve 1990 dhe në vitet 1997 dhe paraqitjen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe luftën e UÇK-s. Organizimin dhe sfidat peripetit e konferencës Rambujës, më tutje cek prapaskenat e konferencës Rambujës, pastaj analizën juridike të marrëveshjes së Rambujës, efektet ushtarake, politike, juridike dhe ndërkombëtare të Rambujës,